një nevojë një shpjegu edhe pak e saj. Kush mendon se e din sistemi binar çish funksionon? Ka dikush që mendon se e din? Edhe që e kupton? Ha? Që e di konkret. Është rëndësi me kuptu esencën, ku të kuptoni esencën, edhe në të qartë perspektivën për mesatare në kohë, për një njësi të kohës, në cila do t'jenë ato përfitimet, atë në keni mundësi edhe me përcel njërë të ty, për shkak se për momentin, nëse kërkojmë formë për marrë deri të përfitimet pak më të shpejta dhe më të direkte, është ky sistemi binar për shkak se funksionon çdo javë, çdo javë bën ato llogarit. Edhe ne duhet me ditë prej ku mbushet dhe prej ka vijnë benefitet. Për çka është në varur, cili është generatori që krijon vlerë. Një, në dy është Edmedia. Edmedia kanë ndryshu, në esencë kanë ndryshu. Sot edhe platforma, sot veri vazhdimisht në po përsosët. Edhe ato tabut e vjetra me një qëtë më bëllë dhe të mima dhe fillon funksionimi në një anë, në anën tjetër, çmimi reklamës për kompani. Këtë ato tash po sinkronizohen, po balansohen, janë në harmoni me ato që po ndodhen në botë në procesin e marketingut. Do thotë, një kompani nëse shep benefit përmes rrjeteve sociale më shumë, se ka më lirë dhe më tepër vjen në shprehje, se sa themi në Edmedia, këto se kompani do shkojnë aty ku kanë më shumë ofertë më të mirë dhe që kanë më tepër benefit për një kohë më të shkurtë. Nëse këtë e di, edhe sistemi është vazhdimisht dinamik, ata që udhëheqin me projektin vazhdimisht i harmonizojnë ato interese për marrë deri te efekti, me atë që përparësinë kryesore kemi që sistemi është autonom i pavarur prej sistemeve tjera. Themi derisa ne shiqojmë një ndeshje ose themi një përmbajtje programore ku nuk parashinen reklama në gjysmë lojat, unë përcjellim futbollin Championshipit, për shembull gjatë ndeshjes nuk ka reklam, kanë pauzë. Nëse ne kemi mundësi në atë kohë një mundësu kompanive me u reklamu, ajo është top mundësi. E nëse ajo është me çmim shumë atë voleshëm se sa me oferta tjera, normal se kompanitë kanë me përvetësu. Edhe sistemi është vazhdimisht në balansim dinamik. Me kalimin e kohës, sa më shumë që rritet vëllimi i kompanive që dërmu reklamu, aq ma tepër do të jenë përfitimet tona. S'pari si abonent që kemi si konsumator, as dyti si njerëz që kemi organizu rrjetën. Okej, do thotë që ato dy themi kjo edhe Edmedia në kuptimin hajde një hyrjes pasive. Ndërka që ajo aktive është, aktiviteti jonë për me bo rjetën. Për shkak se nemi të punu sistem të rjetës. Ajo në kupton angazhimin tonë. Se është shumë rrezik, nëse diçka më dojmë se është pasive, dhe s'ka në me bo rjetë, ne si qenje, themi, ma tepër zgjedhim tembelin. Edhe presim gati. Pa dhonë hakun, që është shumë jo produktive. Ndërkohë pjesën e punës ne kemi edhe mundësi edhe për tyra tjera. Edhe nëse arrim me bë një kornizë të vogël të hyrjeve elementare për njerëz tonë, brenda mundit, themi 50, 70, 100 euro, atë të starti, se nëse e kemi atë start për njerëz tonë, atëherë sistemi po funksionojë. Shumë është me rëndësi. Shihni,
unë jam, domethënë ngrohja ime e parë, vullneti im I parë për me punu këtë punë, atë cili ka qenë. Se në atë kohë, në kom pas 7 tregtarë kemi pas kretë në Shkup. Jo në Maqedoni, jo në Shkup. Po, kryesisht ka qenë në Shkup. Edhe unë jam fascinu kërë më ardhë SMS-i se kom bo pagesë të një tregtarë. Unë s'kom besu se ekziston një sistemi që merr informacionin brenda disa sekundave kur ke bo pagesën ka ardhë informacion. Edhe unë që ka thënë, kjo po funksionoj. Këtë kam qeni kënaqur vetëm se po funksionon. Dhe nëse funksionon në të vogël, çka do thotë? Ne mund me bë të madhe. Njerë ku mbajt këtu prezantim, ku më thonë, që çështja me ndru numrat me qenë vazhdimisht në lëvizje. Do thotë, këtë kulturë duhet me përcjell. Jo me mshu të panave të përfitimeve të mëdha. Përfitimet e mëdha vinë në proces. Varësisht sa ne fusim energjinë tonë brenda. Edhe energji nuk është vetëm mehanike. Për shkak se nëse kemi qasjen primitive të injektimit të energjisë, është njësoj sikur me ndez veturën, a keni ndëgjuar ndonjëherë se vetura përpara nuk e ndez me çespi për brenda. Po e ndez me një farë pse jemi çekërk, me një farë mehanizmi, përpara e ka pas, dhe është ndes, sikur këto motociklat që jepet një lëvizje. Për shkak se atëherë, sistemi të menduar, sistemi bota ka qenë në atë nivel dhe është dashur me dhënë energji mehanike. Sot, ndezet, do shta me qelës është më vjetrume, me pull, ndezje ka dhe prej larkë. E tash, ne, si subjekte që do me punu biznesi, muj me që nivel të sofistiku edhe prej universit me ndezë veturë. A për me ndezë, për universit veturë duhet me pas shkat. Duhet me pas atë teknologji. Tash, kër po thëmë për teknologjisë, po flasë për teknologji gjepit si kjo. Me pas i shka në tru. Tash në milionat I do, po a I kemi në dijen edhe performansat tona që I meritojmë që ato milionat. Shka me ndërë? Pse Zoti më na dhon neve që ato milionat? Pse? Kush jemi ne? Çka kemi bërë ne vlerë qëtuar, çka kemi ndihmu botën, çfarë ndryshimi kemi bërë ne për me fitu miliona? Po të miliona, po foli miliona në euro, në dollar. Çka kemi bërë? Çfarë? Që unë vetën e pësë, shka ti ke bo, po bile ma shumë jam I pagum se sa që unë kom bo. Qa për pysi me ronë, shka ke bo ti për më bo milionë? Ato që ke kryer arkitekturë? Ato që punon edhe klientave plëtson? Jo. Ajo është vetëm dëshirë. Mirë, po për me pa që funksionon, du të me njësë prej 50 euro 100 euro. Edhe njerë që janë të gjikshëm, ju I të reqin ata. Në të okej, kjo po funksionon. S'kanojim shu të panave të mëdhej. Por me arë deri të ajo, janë ato parimet, principet, zakonet që do t'i mësojmë, ose që I kemi mësu, ose që duhet me investu, që gradualisht me urrit performansën me mujt me duru masën e njerëzve në rjetë, edukimin e të në. Sot njerëzit mendojnë se hajde për mu punësu, ndashta me shkollë mes me punësu. Dhe po ekzistojnë disa shkallësi, aftësi, që ndoshta edhe janë dhënë edhe prej krijuesit, prej Zotit, ama ato duhet me kultivu. Prandaj është me rëndësi me kuptu esencës, pari, me njerëz të ri, me shpjegu sistemin, është I komplikum, derisa nuk e kupton. Ne dini si është. Është I komplikum si kur puna e keni pa njerëzit kur mësojnë me vozit. Mendoni, çka duke mbas pari se do të më shpejtësia, do të thonë, a më shiqu përpara apo cilin koordinim, janë pa koordinu. Kur ta kupton esencën, shumë është e qartë. Ama jo duhet me insistu si kur instruktor.
njerëz që vazhdimisht e diskutoni edhe futni kërshërim, interesimin te ata. Njësoj vlen edhe për Mediaboxin, e mandej për karrierën, baza është shoppingu, do të kemi. Kthejmë parash në shopping, njerëzit harxojnë. Çdo ditë. Edhe nëse arrim ne më mësu si me kthy 15 euro, është në rregull me kthy 15 euro në muaj. Këtë është në rregull. Karburantët, ushqimi, kafeteria, ndonjë restoran elementar. 15 euro i kthej. 15 i ka. Themi se prej karrierës një i bën edhe sa. 50 është elementare që po themi 60. Me që të bojnë. 60. Edhe 50. 75. Edhe themi gjatë mujti një njësi, nëse 2 mu realizu, ka 12 euro. 25. Ato janë? 100. E po tash, shkojmë me të tjetë. Karjerën si e marë. Si vitëm karjerën. Se kemi 600 karjerë points. 600 karjerë points du të në pas, së më mi bojnë e vetë. Du të pas, një vetë njerës me cilë ne diskutojme dhe bojnë njëtën që bojnë ne. Do thotë ne kemi diskutu punë, kemi përcjellë diçka që është e mirë për mu, e përcjellit e tjetëri. Kjo është network. Së më thonë që punoj network, a nuk komunikoj me njerëz. Nuk i jap mundësi. Edhe ajo do të shku vazhdimisht. Ditë për ditë, në mënyrë permanente. Për çka? Që ata marrë të 100 euro i tyre. Edhe ju hape sipër i mësoni si ata me bë 10 njerëzit e tyre. Dhe kësaj të në bjerë. Ndërkohë, ju rritni performancën e prezentimit, e rregullshmërisë, ngritjes personale, e tjerë, edhe gradualisht e rritet. Edhe një moment saktum, brumi i juj është i gatshëm me hinë furrë. S'keni hinë furrë, hala, do shta unë dhe s'kom hinë furrë, ende s'kemi hinë furrë. Ta që kemi atë procesin e rritjes brumit, këtë ato përzimit që do të pas. Kryu brum, ande me himu pjek. E ta që pa pjek, po, do më frytet pjekura, si që është milion. Në një pjek atë, kur ne jemi pa pjek. A është e pa mundë. Pra ndaj, duhet një përkushtu vëmendje dhe me pas vullnet. A për me pas vullnet, duhet me qenë të edukum në mënyrë drejt me përcjell parimet e jetës. Pra ndaj do të propunojmë libra bazament si këtë. Këtë versione që është një ndër libra që në bazë. Do të thonë bazë, është themeli. Nëse themeli është i shëndoshë dhe i fortë, kemi mundësi me unë bindërtu, në më thonë, roka qiell pa fund. Nëse nuk bën themeli, këtë vazhdimisht në çdo dridhje tokës, në çdo problem jetësor që në vje, ne çka ndodh? Prishet ai ndërtim që kemi bërë. Kemi ndërtu ditën o shep, natën, sikur ajo kala e Rozofës. Për shkak se aminin ose themi hizmetin që është dashur me apo, me gjitha pikat që i kërkon, nuk është si duhet. Edhe ajo është ndërtimi jonë i brendshëm, do ta prekim pak temën, do ta hapim, tash do të bisedojmë pak rreth sistemit binar. Kështu. Sot ka ekzistu, në mes të ka dikush që e ka. Ka ekzistu sistemi binar aktual, që është që ka ekzistu të njerëzit. Unë kur kom hyrë, e kom të shegu, mes të ka njerëz që e kanë, që janë në ngrejt i rorët të një që e kene, të varit të nësi. Edhe është i përbër për 5 kategoritë. Kategoritë 1, 2, 3, 4, 5. Si themi si strukturë që e shohim me sy. O principin e punës është në nësime e ti. Dhe thot, kanë ekzistu, sot i kemi, ato 5 kategori. Ta që në shtu edhe 3 kategori në sektorën e balansit internacional. Për shkak se kemi balans personal,
kemi balans nacional, kemi balans internacional, kemi balans kontinental, edhe kemi këtu janë ato balans. 4. E tash, në balansin internacional. Ato janë njësit që mblidhen në nivel të gjitha shteteve dhe marketerëve që janë aktiv sa i përket njësive, që kanë njësi, që kanë ndonjë vlerë brenda, në formë të njësisë. Në kjo kategori që është tu, që më shumë, e vjetë. Kjo është e para për atyre 5. Do të janë edhe 4 tjera, edhe janë këto që thash internacional, personal, interkontinental dhe kontinental. Vlera e njësive në kategori të ndryshme është e ndryshme. Vlera e njësive. Tash do të nisim për kësaj që është tash, çfarë është si ofertë. Ne do ta shpjegojmë si funksionojnë ato tjera. Që këtu kujtojmë tjera. Vlera e njësisë në ato tash të quajtur në program të vogël, small, triu, jo vjetër, është në kategori 1 është 1 euro. E dini kredit. 1 euro. Tash sa për një urit tuja. Themi nëse unë jam pronari i Vajkonetit, edhe themi se unë e kam përpara atë ekranin e njësive në krejt botë. Unë i shoh gjitha njësit që janë brenda sistemit. Nëse kërkoj me hy të ndonjë njësi me emrin e vemër, e shoh cili marketer është ku është. Do thotë, llogaritni se në nivel internacional ka një themi software që shef këtë linkën, e shef në nivel internacional. Se ne këtu e shohim tonën. Themi se është kjo internacional me juje. Ne shohim prej aty. Por ne jemi pjesë e sistemit madh. E kemi qartë? Çdo person që ka këtë kategori, e ka njësinë që vlen njerë. Renditja e njësisë tonë te faqja jonë, dihet ku je, e shohim. Edhe shohim njerëzit, i shohim njësitë që rendit mbi ne. Do thotë, llogaritni këtë si një aparat që bën lang, e këtë llogaritni që keni si një portokall juaj. Sa më shumë që ka njësi lartë, aq më shumë bëhet shtypja në portokallin e juaj dhe del fitoni langun, shprehur në euro. Sa për krahasim për me kuptuar. Cilat njësi do ta ngarkojnë këtë sistem tonin, ne personalet i shohim. Do shta i shohim edhe njerëzit ne që i kemi regjistru, por njerëz se ne i kemi regjistru, do më thonë se renditën të ne. Ato renditën diku në international. Janë diku, po s'do më thonë se i shohim në faqen tonë. Ne shohim një farë disa njësi. Themi, mundon ta bëjë ripërtrirjen që themi po e vizatoj këtë parë. Dujme kuptu se kjo hapet të tem pa kupti. Themi se kjo është njësia juaj e parë që ka vlerën 1 euro, po? Ka vlerën 1 euro. Edhe të themi se ju i keni sa? Jo. Se i keni sa i keni kështu kani? 27, keni bërë shopping, për shoppingut keni marrë, keni pagu dhe mujnë tjetër. 27 para, të ju keni këtu. Që kështu t'i shprej. Vëni keni 27. Ju i shifni këtu.
Edhe shifni diçka me ngjyrë tjetër, nuk e di me çfarë ngjyrë do paraqitem, është atë portokall, është atë gjelbër, se di. Shifni njësitë se janë rendit mbi ju. Do t'i shifni. Me datën 14 prill pritet me pas edhe atë mënyrë skematike të shifni. A jemi qartë e këtu? Etësh. Cila është rregulla e renditjes? Një njësi i lidh dy. S'mund me lidh ma shumë. Një majtas një djathtas. Domethënë që kjo njësi i lidh një këtu, një këtu, një këtu. A kjo lidh po ashtu, një këtu, një këtu. Kjo po ashtu lidh një këtu, një këtu. Domethënë edhe vazhdimisht kjo çka zgjerohet. Në momentin kur kjo njësi, në sistem, se thonë sistem binar, për shkak se ka anën e majtë dhe anën e djathtë. Në momentin kur kjo njësi i shef 50 majtas, sa e visa, 50 djathtas, pa marrë parasysh që janë tonat apo thujat. Kjo njësi jep 10 euro. A unë kom shti aty sa? 1 euro. Unë kom 1 euro. Ngarkesa e këtij portokalli për më dhënë lang për 10 eurove, varet për njësive të mia, të parat ato 27 e shtypin të parë. Ama ajo e dyta nuk i ka 27. Në sistemin binar ka gjysën e 27. Shkak se kemi majtas edhe djathtas. Kjo tjetra ka gjysën e gjysës 27. E kemi qartë. Mirë po secila, themi, vazhdimisht në hapje sipër. Se kjo është pa kufi. Kjo shkon në pa kufi. I vjen rendi kësaj. Nëse i vjen rendi krejt 27. Në kategori 1, duhet me marrë sa? Ka 12 euro, 27, ka 12. I vjen diku 300 euro. Okej? Etësh. Në sistemin e përgjithshëm international. Me qenë se pak njerëz për krejt botës, për krejt shteteve e njohin këtë sistem. Ende jemi në fillim. Aty ka plot njësi, mirë po në krahasim me atë që pritet, jemi në fillim. Kështu ta llogaris. Nëse ju keni 27 për pagesave të tuaja personale. Edhe muaj tjetër i keni 27, edhe muaj 27. Ato 27 tjera nuk janë këtu poshtë. Ato 27 i keni ndoshta diku këtu. E kemi qartë? Muaj tjetër ndoshta i keni diku këtu. Muaj tjetër ndoshta i keni diku këtu. E mi qartë? Për shkak se këtu është zonë vendi, ka hy tjere në ditë, apo me kalimin e kohës në ditë edhe tjere. Edhe themi se që kohës më kombo numër të madh të njësive. Themi, brenda vitit kombo 300, për pagesave mujore. Po hajde tash të analizojmë, a mujmë i po 1000, a mos me qenë pagesat mujore. Për shoppingut tonë, mujmë i po njësi, në çdo euro që ne fitojmë si cashback, mujmë i kthy njësi, por ka një fakt që nuk e di. Se të kush është është e di. Nëse unë kam 10 shokë, që bëjnë kitën punë, që parapagujnë, edhe i kanë ka 27 njësi. Në direktëmit, 10 kanë pagu ka 100, ata i kanë 270 njësi. Ato 270 janë diku në sistem. Vetëm ju, me punën e ju. Ato e 1000. 10% 1000 ose 100 euro, ju e fitoni njësoj njësi. Me ato që sistemi tash është bo, në provizion, për pagesës që bëhet, 75% i merrni nga Airpoints, 25% i merrni nga njësi. Nëse keni ma thellë, indirekt, indirekt, të në kategoritë të nivellin e 4 të thellësisë,
Në çdo 100 euro të paguam i kemi 18 euro e gjysmë. Ato janë 18.5 njësi. Të thotë ju mund të bëj njësi para pagesa, mund të bëj me shopping, dhe mund të bëj me aktivitetin tonë duke bërë rjetë secili të marrë drejt. Nëse dhe personi juaj ka edukatën e botë njëjtë, edhe ata fitojnë njëjtë. Nëse ai tjetri në thellësi me edukatën e njëjtë, por edhe ata fitojnë njëjtë. Dhe do të thotë se ju gjatë vitit duhet të bëj ma shumë se 1000 njësi, me punë po flas. Me punë, me aktivitet. Hajde ta bëjmë këtë llogari. Themi se 10% njësive që i kemi 1000, 10 100. Ha? 100. Por ato 100. Themi 10% mërë në vitit po realizohë. Më mendoj se është optimal. Realizohë nivelin 10%. Sa janë ato? Ka 12 euro. 1200. 100 ka 12, jo? 1200. Do thotë pagesën e juaj mujore, sa i përket njësive, me aktivitetin tonë ne realizojmë vitin e parë. Me atë që nuk i marrë parasysh se disa njësi që i me realizu 100 kubi, të realizu me vinë në kategori e ashtë. Po mbani me ndiku. Për aty në 900 që nga kanë bërë. Ndoshtë se në realizu këtë në dhonë ka njëra, ndoshtë nga kanë dhonë ka gjysë euro, 100 tjera. Se ja, dhe sa të hep 1 euro, atje gradualisht, jep 0,10, 0. Në dhonë, nuk prejtë sistemi të dhonë drejt 1 euro. Dhe sa të bëhet 1 euro, dhe sa të ngarkohet se shtrydhja që shkon e protokollit. Me njerë nuk shtrydhet këtë protokollit. Shtrydhet pikat e para. Pikë më ndej, dhe sa nuk shtrydhet krejt. Kur shtrydhet krejt, udhët në voshka me langu për njërë. Në 900 tjera ne kemi, themi sa është bëhë 50 me 50, po është 25 me 25, 15 me 15, 10 me 10 ka njësi. Dhe thotë ne kemi pak ma shumë se ato 1200. Themi se kemi rranë kategorinë 2. Mirë, por kategorinë 2 ka rranë qka? Edhe njësi të sistemit binar të njerëzve tjerë. Themi se edhe këtu e realizu një 10%, për aty në 10%. Kemi para. Këtu kemi shku, edhe gradualisht kemi rranë kategorinë e 3. Kategorinë e 3, nëse realizu 10 njësi për aty, në janë sa 400. Vitin e parë. Unë nuk e di si ka më shku, është e mundën mujnë e parë, nuk e di. Në fillon ka më shku, më është edhe mujnë e parë, se masë e madhe e pa akumulohen, të për njerë. Nëse bëjnë njësi për shoppingut, për pagesave mujore, edhe për provizioneve, balance shopping, balance shopping, nuk marrin provizionën në euro, po marrin në njësi. Ato vazhdimisht duhet për mujë rritën. Vetëm t'ju jap një informacion, është një Geri Sevar, karriera 8 piknik. Ai ka dhënë shumë rëndësi pilitës parë sistemit binar. Pagesa këtë muj, sistemi në strukturën e tij ka pas diku 11.000. 11.000 pagesa në kategorinë 2 dhe 3, për se aty ka mujtë në pozicionu me ato pakot 250 euro, 500 dhe 1.000. Do thot, edhe ato njësit aty në bijnë ku? Në që ato, international. Edhe ne që kemi pagu ma pak njësi. Ta që jemi studat me fitu ma shumë, për shkak se ata e në masë ma e madhe. Ata në kalimin e kohës ka me fitu ma shumë, për shkak se kanë sasima të madhe. Mirë pa ato njësi ngarkojnë qka? Njësi edhe tonë. Diku janë ata prezent, diku edhe ne jemi prezent. 1, 2, 3, nëse kemi aktivitet vjetor. Do thotë, është e mundun, shumë është reale, me prit 10% njësimi më realizu deri në kategorinë 3.
etash për me ra në kategori 4. Kur shtrydhet këtu portokalli vjen në kategorinë e 4, që është e para e vjetra. Kjo është domosdoshmë kategoria e parë e vjetra, për trit është e 4. Nëse shiqojmë ashtu, kemi 5 plus 3, 8. Për trit është e 4, a për të vjetit është e para e vjetra. Kemi qartë? Kështu, realizimi 35 me 35 është 100 euro. Çka më mendon ja? Ka më pas ndaj njësi që ka realizuar me 100 euro, ose ti plus kështu. Për 5 vjet, sa pritni me realizuar njësi për 100 euro? Nëse llogaritë se çdo vit, tash patjetër nuk më shpreh me numër, nuk e di numrin e saktë. Ama nëse jam i rregullt, unë diku duhet mi pas për 5 vjet 5.000 njësi. Po flas prej provizioneve, prej shoppingut, prej pagesave mujore. Për aty në 5.000 për 5 vjet. Çka më ndoni sa vuj me prit, më realizu ka komplet ka 160 euro. 1, 2, 3, 4, 6.000. Ha? 60 muj ka 100 euro 6.000. Jo. 5.000 njësi i kom. 5.000 njësi i kom. Për aty në 5.000 sa përqind me ndoni se kanë më realizu? 10% që është bëllë. Jo 10%. Të 5.000 10% sa është? 500. Unë po them 1%. 50. 50 do 100 euro. Hajde, 50 e 165 euro më në logaritmë. 8.150. Për 5 vjet. Për 5 vjet, 8.250. Nëse vetëm 1% e njësive, domethënë, që që vazhdon jeta, realizohet deri balansin e 4. Për 5 vjet, vetëm 1%. A ja vlen? Çka nëse bëhet 2%? Çka nëse bëhet 3%? Mos do të më bëhet 10%. Me nuk e di. Pas bëhet pyetja, a ja vlen me qenë brenda? A nuk ja vlen me qenë brenda? Me atë që duhet me qenë racional, jo me i dhonë për i gjepit, kuptoni këtë punë, nuk e di, se ekziston afarist, me mend në tru, në kokë, që je para nuk i nxjerr para. Ata që nuk i nxjerrin para, ata e mbyllin dyqanin, falimentojnë. Për me nxjerr që ato 100 euro që këndon mujt, duhet me bëj aktivitetin elementar, me bëj shopping, me qenë doja, me kap karrierën mi, për cilës kësaj, që kjo është shumë element i bukur. Me siguri ka mu sofistiku edhe të njësit personale, ka me adhonë mundësia edhe personale në shtu. Me siguri ka me qenë edhe nacionale. Ka marrë dita. Do ta shifni. Pyetja është, a ja vlen a nuk ja vlen? Ama jo me dhonë për i gjepit, apo kuptoni se gjithmonë ekonomia rritet, edhe për shoppingut që bëhet nesër, ju shoppingut që keni bërë sot, ja shifni harin për shoppingut që ta bëjnë njerëzit nesër. Ata që kanë bërë shoppingut nesër, ja shohin harin shoppingut njerëzve që kanë bërë mas nesër. Me që po rritet numri i njerëzve. Ne duhet me mendu çka do të ndodh mbas nesër, çetër mbas nesër, mbas 5 vjetër, me hudh pak më larg vizionin. Ama mos në ardhë puna me thonë, unë i dhash, të mijat nuk i nxjerrë. I nxjerrim me aktivitet tjetër. Kjo le të vjetë, 8.000 e kusur le të vjetë, e pastër. Fitimi pastër. Se nëse mund vjen për vitit parë, më vjen në fund 5 vjetorit, 8.000, dhe për vitit 2 mund vjen mas 5 vjetorit, dhe mënë vazhdimisht 5 vjetorit parë. Mande, vjetorit 6, i 7, vazhdimisht në vjen ka 8.000, 10.000, 15.000, nuk e di. Ama ne duhet me qenë aty prezent, me sa ma shumë kokra që jemi mrenda prezent. Themi sa është një kazan shumë i madh, mega, një bazen shumë i madh. Sa ma shumë që kemi aty topat ton, kur sillet ai themi baraban, mundësia për me realizu është më e madhe. Ama duhet me qenë inteligencë. Jo vazhdimisht me prej gjepit,
Për qepit për me bo baza, se pa e bo atë në suj me pas, në nuk në hapë. Rregullshmëria, shoppingu, karriera një, edhe provizionet prej rjetës. Nëse në pjestojnë për kas vjetë, të bjenë që ka fitu ka 140 euro në mund, në pjestuar të të mirë nësë. 140 euro në mund. Ama, shka ndodhë? Nga kesa që ndodhë ato 5 vjetë të. Po, kam unë ngarku me 5 vjetë tjera që ndodhë edhe më lërë. Ma dhe vinë shprejhe tjera, ne nuk ndalëm. Duhet me pa sot me hudh shikimin si të duket nesër. E kemi qarë, edhe këte për një fillestar, kur ja spjegon, ti dush me qenë mrenda. Mund të thunë i filloni edhe me 50 euro. Mi po ato 50 euro ta me nëzirë për i shoppingut, elementar, për i aktivitetit. Smoku, i fillim gjysën. Hajde me mu, hajde ta bojmë, për shkak se ju atë duhet me pasi njeri, si person i cilin të ardhmen, e kupton çka po bën edhe ku me di çfarë rjetë e bën. Sa më shumë që e përcjellim, mundësia e njësive në strukturat tona rritet. Nesër kur hapet balansi personal, çka bojnë ata? Njëtën punë bojnë, ama atëherë rritet çka? Sistemi binar personal. Atëherë i shihni krejt njerëzit që i keni në thellësi, pa marrë parasysh në cilën thellësi. Unë kur hynë në balansin personal, unë vetëm me shtypi, themi në marketer, edhe me njerë dalë të marketiri në fjallë çfarë strukturë. Sistemi atë ma mundëson. Do të thotë, aktivitetin që e bojmë sot, nëse bazojmë dukunis bazën e spjegimit me pas binar, edhe spjegon si një sistem i cili ti dush me qenë brenda. Po s'marë puna se ata e kanë pagu një vlerë që nuk po e shohin kundër vlerën, ju i mësonin shopping, i mësonin provizionet prej karrierës, i mësonin provizionet prej rjetës. Nëse donë ma shumë, dikush bën harxhim, ma tepër të 50 euro ka prej shopping. Këto e ato tre pika, me ato takimet e përditshme, rritet ajo rjetë. Këta që janë marketerat e vjetër. Që ndoshta nuk ju ngrejnë telefona, po ata ju thirrën edhe ju sulmojnë. Ku është kjo, ku është ajo? Ju duhet me ftu ata me qenë të rregull për shkak se ekziston sistem në botë që mbetet në mënyrë që është statik. Themi, a njihni ndonjë person, familjet e juja që dinë me vozit vetur e që ndrojnë shpejtësi kështu në mënyrë mehanike. A njihni? Edhe unë një. A njihni njerëz që po ashtu atë e di, kanë familje vetur automatika mbas njerëz ka tek. Pse? Për shkak se ata e mësuan sistemin e vjetër, automatika është ma lehtë në sistemi vjetër. Cila është ma lehtë? Nuk hypin ata. Ata nuk e tonë ndryshimin, ata thotë jo, pik. Thjesht nuk e tonë ndryshimin. Thjesht ata thotë për mua është e komplikuar. Është shumë interesant. Bile ka dhe raste ku e din sistemin automatik të veturës, ama kanë frikë me u ngrit në kategori më të lartë. Poshtë automatik thotë jo, se kjo është komplikuar. Sistemi vazhdimisht zhvillohet. Ka dalë për njëri se sistemi zhvillohet. Hajde, ti, rri, prezent. Etash, një ditë njeri nëse ja shpjegon jetë me djetë. Se dhe prej saj, që sistemi tash gradualisht ka më shku në përsosmëri e sipër. Ndesër dhe do të jetë aplikacion, as do të ketë kuti. Me nuk e di. Ama në kontinuitet e vazhdojnë atë edukimi. Dikush njënën, dikush tjetën, dikush tretën, dikush katërtën, kemi kriju karrierë edhe kemi kriju karrierat të njerëzit. Neve na mësojshin për para qysh me kriju fabrikë karrierave të dytë. Amgon oficinë ku krijohen njerëz me karriera të dytë. Ka qenë shumë rëndë, se duhesh ka 10.000 karrierë policë. Balans. Kur bën 1600, na vike shumë lehtë, për shkak se ne ishim trajnu për me bërë 10.000. Ama në zonë komoditetit, si jepshim zërë tash,
Tash morën të kemi me po me 1600 fabrika, se sa me 10.000. Për shkak se kjo është njësoj si kur mësoni një fëmijë, ju mja bo detyrat. Dhe se ka bove detyrat e fshin, matematike, gjithçka. Kur i thu hajse po mbullimet djallë, po mbullimet vajzë, hajde unë këtu ndihmojmë mja bo detyrat, jo ta e paralel zënë. Dhe ne vetëm i paralizuar kemi kriju fabrikë karrierave. Nëse krijoni fabrikë karrierave dytë, me ka 1600 poena karrierës, muj për muj, ju e keni kry punë për shkak se ata e veçmon të vetëdijshëm. Kjo është rjeta. S'më më punu network, a mos më përcjell një të mirë. Kjo është ka ardhur sikur na flojnë me letra, kur vjen ai keci nishin dhëç. Për më mujt me përcjell një program. Dhe plus bjen në grupin e prezentimeve që ka lojë, që ka gaming, që është shef. E kemi qartë. Do të thotë, nëse unë ti thu, shive, nëse blen bukën këtu, ti e ki muj për muj ka njësi. Vish për bukës atë një njësi, lojë nëse harxhon njero e këthet, nëse sa kilo bukë, ka të një mujtë. Se kilo, sa bukja, 30 e ha, për 30 ditë. 20. Sa është një bukë këtu? 50 cent, dhe më thonë, 10 euro ti, me 10 bukës për mu që e moni njësi, se 10% i të bukë. Mo jo, për më se shkon të fati e merë. Ky veç për veti të llogaritës, me atë shtëpisë tjetër të llogaritës? Po veç për veti të nuk pas jesi. Nuk ka bukën thotë, Ha bukën thotë, po nëse për bukë, themi. Por një bukë e një pasit të njësi, në mujtë. Edhe të themi se sot, nëse ti ki po qatë punë, 10 euro i ki marrë për bukë, të në mujë. A vjen një ditë me t'i këthy t'i këtë 12 euro. Do më vjen një ditë ty se bukën qatë mujë ki, falës. Me mundësi në shku, qive, në kategorinë e vjetër të parë jetë 100 euro, në dytë nuk e di se kanë shpallë, në tretë, të katërt, të në pestën ajo është shumë. Ishtë për ju thëmë se për 10 vjetë, një 0,1% kam realizuar dhe këtu, kjo është shumë. Some në dhe që është. Po nëse unë po të thëmë të na në sistemin e vjetër, ku kemi njësë të nishit, të në peshin ka qenë 35 mjerë, për 50, në 50 e kështë. Që ma me se në gjdo 50 kësi, që realizohen të nëse 50 njësi prej 5.000, 6.000, 10.000, realizohen të në fund, ju keni 30 e kusur euro. Po flasë në sistemin e vjetër. Edhe ajo s'kërkon as me hongër, as me të jeni prezent. Në aktivitetet sipër e fusim edhe e medium. Do të thotë, rritja e njësisë, kategoritë që i kalon. Njëra në tjetër, në pozicionimin internacional, me sa më shumë njësi jeni prezent, aq më tepër vjen mundësia të jemi në perspektivë për përfitu. Vitin e parë, gjatë këtij vitit, duhet me pa vetëm apo funksionon. Nëse fillon e me pikë, ose ka pak me rjetë, veç mo, dihet se jemi pozicionuar. Mas 10 vjetëve, themi se sistemi binar internacional nivel botnor është kaq. Edhe të themi deri tash është e mbuluar kaq diku i njëu. Sistemin botnor tash po flas. Diku jemi ne, i njëu. Mas 10 vjetëve sa do të jetë kjo ngushtë? Këtë ngushtë. Do të thotë mas 10 vjetëve, ne që jemi mas poshtë sot në fillim, kjo është fillimi për ne në krahasim me ata që janë mas 10 vjetëve, do të ndodhë shpejtësia më e madhe e realizimit, se ne jemi me fotokaj tonë, jemi afër realizimit. Nëse këtu është, kësaj që çojmë punën, edhe vazhdimisht e diskutojmë. Mënyrë intensive si vjet. Pse si vjet duhet? Për shkak se si vjet kemi mundësi me kap që
Tash po e shoh në nivelet internacional, e di si funksionon. Ke mundësi me u fut në çata, themi 10.000, 20.000, 100.000 të parë. Për shkak se këtu kanë më qenë miliona njerëz. Edhe nëse këta njerëz janë të kënaqur vitin e parë, atëherë kur të hapet e personale, kur të hapet nacionale, etj, ata kanë qenë të parë që kanë më bërë atë pozicion. Me që shoppingun e ka lidhur me njësit, a teknologjia po zhvillohet, do të shohim në çfarë kohë do të shkon, por nëse kompania ka profitim për kësaj, më merr mendje që asnjëherë nuk çon dorë. Duhet marrë dhe kompania pas profitim. A është e qartë? A mujna me renditën realisht në mënyrë automatike, a kena mujna opsionin edhe na vetë me rendit? Ne kemi pas mundësi me rendit personale në internacionale s'kemi pas mundësi ko. Do të thonë ato renditën Ato renditën, ka renditjen si mbas kohës kur është porosi, si mbas kohës kur është bo pagesa, edhe nëse unë kom bo pagesën, themi, e kom bo porosin themi ditën e fremt, edhe kom bo pagesën ditën e fremt, edhe jo ma i di numër ma i vjetër, unë kom përkërsi. Do të thotë, ka disa variable, në bashkë cilës ajo marrë. Këta që janë shumë në rjetën tonë, për shembull, nëse e kam blok marketera, që e kanë për 27 njësi. Në internacional, a figurojnë bimu, dhe dhe thonë ajde, dhe më përtonjë me i partë të një ata, mas meje, Ty janë për shkak se ti pare ke po pagesë. Nëse ata kanë para ti, ti e mbi ata, mirë po që mujnë tjetër, njësi tu e mbi ata. Por nëse ti je i pari që e ke boti mund është më konë edhe mbi këta. Nëse i ke Nëse ti ka parameti dhe Po, internacional. parameti. ke në vorë këtu. E para me në kuptimin, a bashkë të njës muj, Jo, nëse ai ka pagu, e ka punu ditën e fremt, ditën e fremt e ka pagu, në kom lënë të hanën, nëse të pasë të thonë. Ajo më po. s'ka lidhje që ka marrë Llogaritet ditën me e tetin, fremt. jo me të parën, po. Kur në? Bëhet prej tetit porosia. Po çfarë që për datës 8. Se për Për se kom kryt datën 8, shefë, se kom kryt, edhe nuk kom bo pagesë. Ndërkohë ju i keni bo, ju krejt jeni në realitet, mas meje si ai di numrat, njësit e ju e renditën para njësive të ju. Shumë shtatë, me do të në shtatë, mes natë, për shumë që është që si kuptim, ja. Për marrë Pra për te keni bo, po edhe me kohë, dhe të janë në pyetje dhe minutë. Okej. Një pyetje. Për shembull sot është i tretë, a nxehet e të kalumes, a duhet me prit deri me 3, deri me 8 kur bëhet Ja, u kry, e kaluni u kry, nëse E e kuptoj, po e kam fjalën për muajin e ri. për mujnë e ri, nëse te ke bo, Është i tretë pra, ajo. po s'ka lidhje tetit, ti nga petë dush pagu tetin, nëse je tetit, ti vazhdimisht një rend. Ti mujnë e kaluni në ditë, apo? Tash dhe këtë muaj ke bo. Po, ama për shembull sot është i tretë, pagesa zbuhet automatikisht deri me 8. Nëse unë e bëj pagesën sot, shembull. Jo, sot jo. E çata për E bon, ti e bon pagesën, ti e bon tetin. Çajo. Van tijden ze die jaar, hoe moet je gaan doen die jaar met jou? Për bërë se, Ka një dhe? kanë ditë Ane pas ke fillu? Në shumë balancuar ta. Te keni argument, si du me kriju rjeta, edhe keni argument për tjetë me dhonë hajde dhe zonë, mëse bon, mëse le asgjë. Po mësoni njerëz me i kthy parat që i kanë pozicionu. Jo me dhonë që ashtu në mënyrë, hajtë se e jetë, se një ditë e mërzitët, thot këmë dhonë shumë parë kënë parë. Mësoni kulturën me i kthy përmes shoppingut edhe aktivitetit. Për shkak se ka këtu tregim. Karrierën tim nuk është problem me ba një person i cili është thjesht, ndoshta nuk harxhon më shumë se një orë në ditë për sistemin. Një orë në ditë. 30 orë pune. Edhe praktikisht me 30 orë pune ke kryu punën, a ke kriju sistem të jetës e cila mandej ato 30 orë të vlejnë edhe për mujnë tjetër. Si ke hupti ato 30 orë. Se ju merr një rrogë për punën që bëni gjatë muajit. O mujnë tjetër do i me punu plus për marrë rrogën e mujnë tjetër. Në këtë rast ju këtë mujë që keni punu, ju keni kriju basë që edhe mujnë tjetër njerëz të ju me punu edhe ato 30 orë me qenë edhe të gjalla. Se ne këto 30 orë të punës që marrim gjatë mujt nuk janë gjalla. Unë sot paguam për aktivitetin që kom ba mujën e parë, vitin e parë, vitin e dytë, a i keni qartë se unë sot paguam për ati aktivitet.
Nuk ju pagu ad hoc vetëm për Tash për tash. Tash për tash. Ndërkohë media do ta jep atë kontributin e vet, me siguri do të ofron njësi edhe për reklamave. Pse jo? Nuk e di. Do të sofistikohet sistemi për shkak se qëllimi është me mri sa më lart në krijimin e vlerave. Okej, a mjafton kjo rreth kuinartës tash për tash? Okej. Hajde tash prekim një